Qëre do me thonë vetë sa ndodhe aksidenti këto që këtë u këthy këtë u vazhdu, do të me thirë policin, me të bloku, do të me shku ma që 400 lije që të ja kësha morë, për që të ujtë me do që të. O, zët, o qëfar në gërqi. Do të më orle rreth, po kur vjes di. Apo ju kujtohet storja e fundit të kryqëzimi këto të Gorenja. Qëre kënej, qëre, do me thonë totalisht i pashpresje. Wow, që një aksident këto, vetë sa ndodhi aksidenti, që janë dollë tash këta dy, normalisht është bloku rruga. Do me thonë i kum pyet komunën e Prishtinës kur kryhet bypassi, ky rrethi këto, qëre një datën që ma kanë jep. Si pas informatave që i kam unë, do me thonë a i pritet me ardhë deri ka data 2-3 qershor, diçka e tillë më thanë sot, dhe ditë pune kryen punët tona krejt. Do me thonë me 18 qershor, në erdho me 18 qershor edhe para se me zbulu a ullëshu ajo, këqëre një anomalin veti, do me thonë që ka ndodhë këto, se kjo është për një mes skandaloze, qëre tash, qëre ku bëhet luga këto. Tash të këta po kthejen, normalisht ata që kanë me u kthy kthejen, mirë po natën është krejtësisht e pamundur me ditë nëse si kero kormarët. Qëre tash vetura ku o të u kthy, ka drejt, me vazhdu edhe drejt për shkak se është vija ndërprer. Këto të marrë do me thonë, që shbësheni motoristi mundet me vazhdu edhe drejt i lejohet për shkak se është vija ndërprer. Deri në fund nuk e din që po kalon me një rrugë që është kohje e kundërt me drejtimin e ti. Qëre? Qëre kjo shkon o, zët. O, qëfar në gërqi. Ta mën, po më dogo që po më zënë gërqi mu të e këshyrë. Qëre vija ndërprera, pëshe? Për të dy ondë. Po ballafaqohen ato. Gjithka po ballafaqohen, do me thonë. Qëre edhe këto? Do me thonë i kena thonë kësoj pjesë e kryqi i Gorenjës. Kryqëzimi edhe vazhdon me mbet, kryqëzimi i Gorenjës, po bypassit a pjallojmë një emër tjetër. Bypassi Eliabit. Eliabi me 30 qershor, kish me hap pikën, qëto që pjallojna bypassi i Eliabit. Tash e mas, kur thëmë bypassi i Eliabit e dini për çka e kom fjallën. Vetura që janë të u fut në drejtimin prej qasjes në këtë drejtem, edhe që po futën kënej nuk kanë drejt, do me thonë. Këta dohet me shku në anën tjetër, mirë po krejt që këshërëni, krejt jenë të u kyq, në drejtem që nuk kanë drejt, të vajtjes, nuk o të zënë me kalu kënej, po hajt. Qëre, krejt jenë të ardhë, do me thonë të u kyq në rrugën për Gjilan. Qëre edhe kë, Peugeot-ja, po futët kënej, së është problem. Qëre, krejt jenë të jep me sinjal që dojnë me u kthy në rrugën për Gjilan. Qëre, kë nuk o drejt me u kthy këto. Absolutisht skandal, ajo ma bëjke me dorë, ajo gruja të hi keq. Se as po get, as nuk e ka këqyr shajen, që ku është shaja? 400 lije që të ja kësha morë, për që të ujtë me do që të. 400 lije i marë, që të vësem të nejtë. Edhe që të lije së di që kuj kanë morë, a ko këtu një varkanire me po kush ka u të bon. Që ata dhe unë e thash marët, nëse janë regullat, po nuk po i respektën kërkosh, atëra ofojit e regullat atë njerës, atë autoritetet, që nuk po i mojnë për gjëtë. Autoritetet që i shaja është që ti që s'gëzëm më këti. Atë jo shaja, që? Qëtash ti dollë ma ne e kopim shajen? Dhe që tu ti një shaj, që tu s'po shaj. Që tu dhët me posh një shaj, edhe që s'gëzëm më këti që tu. Po midhët me inë mes që aty me organizu vetë, me morë rolin e policit, do me thonë se... Qëre. O, nuk krym pun këto as bypassi, as... Këto dohet me marë inxinjer serios trafiku të vlasës. Nuk ka zgjidhje këto. Qëre BMW-ja, të u kthy, qëre, do me thonë. Të e marë harkën kënej. Ky s'ka drejt me u kthy këto, e ka shenjen prap, vazhdon me u kthy. Po si do qoftë, hajde tash e zbulojnë a ullëshu bypassi, ose rrethi këto. Do me thonë, qish po e sheni, asfalti qenë ka shtru këto, mirë po, halo është e blokume, halo nuk është përfundu,
Na kam premtu me 18 qershor që lëshohet, nuk është lëshu. Tashti, çka ka me ndodhë këto? Vozecëve të cilët dojnë me u kthy te Nekibe Kelmendi për me shku te gjykata, ka me u ndalu, me u kthy deri sa të vinë këto. Do me thonë qëto ka me qenë kthesa e tyne, qëre ku qëtë kjo? Në rrugën për te gjykata, te Nekibe Kelmendi, do me thonë te fshatin ndërkombëtar, po sa e zbut që kjo trafikun e kom të paqartë, për ndryshe lugën, kolonën, ngërqen e trafikut, po dyshoj që veç ka me zhvendos në këtë pjesë, se këto dohet qysh po e sheni, 2 korsi të ardhjes nga Gjilani me u bloku për me jalshu qasjen veturës e cila dën me u kthy këto. Do me thonë që to 2 korsi, 2 vetura të orë do të me u ndalë për me jalon veturës tjetër mundësin për me marrë kohjen, kthesën këto për me u kyç në rrugën Nekibe Kelmendi. Nuk e di qysh ko me funksionu tash kjo, në inxhinieri trafikut nuk jam me gjithat, po doket që ka me qenë problematike hala pa u lëshu. Gjithnjë nëse është zgjidhja qashtu po e menoj, nëse është mendu organizimi qashtu qysh po e thëm, e që realisht nuk po shën e mundësi tjetër qysh ka mujt me u organizu kjo. Do të më arë një rreth, po kur vjes di, që ty do të më arë një rreth. Është rrezik që to, Që të rrezik, po, normal. Po. Se janë 2 kërsi për kështu. Po ti nuk e din që do të me u kyç në atë kërsin kur je të ardhë këne. Qa është, je diçka, do të me bo diçka ma shumë. Orë rrethi, kur dje rrethi të e lidhë. Po edhe kjo kërsi e lidhë. Ej, mos me konë për shambull Posta Ize, mos me konë Delta Grupi, mos me konë Babuni, të trijat këto super kompanije dhe pika referente në ato që bojnë, kishin me qenë që to operimet e mija në teren krejtësisht pa mundëra, do me thonë kështu që sharaut Deltës, sharaut Babunit, sharaut Izit. Qëre do me thonë vetë sa ndodhe aksidenti këto, që këtu u kthy këtu vazhdu, do të me thirë policin, log, do me thonë gjysore jena që të, me njerë një aksident ndodhe. Qëre, kjo është të ardhë, qëre, kjo është të vazhdu drejt. Do me thonë jënë të u përzi kërsit këto, përshka këtë mungesës së sinjalistikës. Nëse dënë kjo me vazhdu, nuk e kom qartë qka do të me bo këto, po qëre, do të jënë të u përplas me njëni tjetërin. Do të kanë drejt, do me thonë këto. Qëre, skandal. Me të bloku, do të me shku ma qërë. Qëre ato, do me thonë absolutisht kaos këto. Nuk është lëshu njerëz, do me thonë, bypassi hala, nuk ka arsye, komuna nuk e hap tash telefonin, na kam premtu me 18 qershor, tash nuk prononcohen, nuk përgjigjen pse s'u hap bypassi i ri hala, nuk kam ide. E di qa kotri, fillimisht nuk na u përgjigjen, na thanë me shku për me zyrës për media, Liritën Shahini nuk dashti me folë kësa herë, dhe thash shkon zyrë për media, shkruj, i shkruva zyrës për media të komunës që kjo është përgjigja e drejtërisë së investimeve kapitale të cilën maganis për me zyrës të medjave. Burem, kjo është përgjigja e drejtërisë për investime kapitale, thët. Si që kemi komunikuar herën e kaluar lidhën me rrëth-rrotullimin e Gorenjës, ju njoftojmë se kemi zgjidhur problemet pronësore dhe kemi përfunduar asfaltimin e segmentit që formon rrethin. Arsyeja pse ky rrëth-rrotullim nuk është ende në funksion ndërlidhet me sinjalizimin që duhet të realizohet. Pasi që aktualisht nuk kemi kontratë aktive për këtë pozicion, jemi në shqyrtim të mundësive për realizimin e sinjalizimit dhe lëshimin e shpejt të segmentit në qarkullim. Tashti, apo i bjen kjo që janë shqyrtim pa kontratë, me bo si do qoftë, është punë sinjalizimi këto, arsyeja pse nuk është lëshu rreth rrotullimi, nuk ka njep datë fare, sigurisht na kena me u dok mas një ove apet aty, tashti komuna edha përgjigjen e vetë ministria. Hajde thirëm, i kum shkru asistentit të zëvendës ministrit, Zef Morina.
Se hapë zëvendës ministri, sigurisht ko me na u përgjigj nesër, ama nesër, derisa të merr informacion, na kena me bu një historie ekstra tani me përgjigje ti, si do qoftë një burim pacolli, mos harroni me që të emërim gjeni kejt platforma, siguroni një follow me ma bu, edhe nëse po të pëlqen që kjo video, hajt 2 herë tap, se s'dhem.